Kthesë drastike motit ja çfarë pritet të ndodh nesër me temperaturat. Për ditën e sotme vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet me vranësira mesatare të dendura, rreshjet e shiut pritet të jenë prezente që në orët e para të 24 orëshit përgjatë vijës bregdetare dhe ultësirës perëndimore me intensitet ulët, gradualisht pas orëve të mëngjesit, rreshjet e shiut shtrihen në të gjithë vendin me intensitet ulët deri mesatar, heraherës shtrëngata fatshkurtra. Në zonën e veri perëndimit, qendrës nga orët e mesditës e deri në orët e vona të mbrëmjes, rreshje shiu tërpasershme me intensitet mesatar deri të lartë. Në intervale të shkurtra kohore, rreshje shiu në formën e shtrëngatave shoqëruar me shkarkesa elektrike. Temperaturat maksimale pritet të arrijnë deri në 15 gradë Celsius, ndërsa ato minimale në 2 gradë Celsius. Era do të fryjë me drejtim kryesor, juglindje veri perëndim me shpejtësi mesatare deri 9 metër në sekond, e cila heraherës pritet të fitojë shpejtësi deri në 18 metër në sekond, kryesisht përgjatë vijës bregdetare si dhe në momentin e zhvillimit të vranësirave. Vallëzimi në detet Jon dhe Adriatik do të jetë i forcës 2 deri 4 ball.